1.8 ari që ka qenë pronë e komunës, se që realisht është dhënë, ky ka autorizu kthimin e saj ose shkëmbimin e saj me pronën private, po që kjo procedurë është dashur më kry përmes kuvendit, jo përmes kryetarit. Ku është ajo tokë? Ajo tokë është aty ku ndërton realisht tash vllai i tij. Me këtë shpifje, me këtë nivele dëbodë të shërej më muar për shkak se janë këtë mund mos bordha të kush vend. A ndërton vllai ju aty? Nëse kohë të tilla vllai shumicën e herë nuk ka ndërtuar dhe pse është kompani ka herë që ekziston në funksion. Përveç përgjegjësisë që ka edhe për këtë ndërtimet pa leje, ka përgjegjësi edhe për tokat që kanë qenë publike e që janë tjetërsu pa vendim të kuvendit, veç me autorizim që është dhënë prej tij. Për këto mendoj që duhet me pas edhe hetim, sepse është pa drejt, është pa ligj. Është një pjesë rreth 1.8 ari që ka qenë pronë e komunës, se që realisht është dhënë, ky ka autorizu kthimin e saj ose shkëmbimin e saj me pronën private, po që kjo procedurë është dashur më kry përmes kuvendit, jo përmes kryetarit. Ku është ajo tokë? Ajo tokë është aty ku ndërton realisht tash vllai i tij, është rreth lumit atje. Sokol? Me këtë shpifje, me këtë nivele dëbodë të shërej më muar për shkak se janë këtë mund mos bordha të kush vend. A ndërton vllai ju aty? Nëse kohë të tilla vllai shumicën e herë nuk ka ndërtuar dhe pse është kompani ka herë që ekziston dhe funksionon jo me urdhën time. Qytetarët e Vitjasë e dinë traditën e punës, edhe sa punëtori ka, edhe çfarë niveli ka kualitativ. Por nuk ka lidhje me këto çfarë thonë, kjo është tendencioze. Mirë, pa to mund ta zbor dikush tjetër, jo këtë debati të jeta. Kështu, unë nuk duam ne çmuas një kandidat, për dallim pe arsimet që po thotë që s'du më marr me lobin, unë i konsideroj barabart gjithë. Për shkak se gorës që kemi një gjithë barabart. Që i bën, sa thonë nuk jam outsider. Siç po thotë ai se s'do të jetë, mund të jem nëse vendosen qytetarët e Vitnjës, edhe nëse arriti bindi me seriozitet me program qeverisës. Veç pak. Arsim, a ke dëshmi për me çun prokurori këtë rast, nëse po thuaj që është ashtu? Veç po them, unë besoj që ka me shku kjo, po është kjo parcela këtu që ka qenë pronë komunës, edhe kjo është në rregull me pas kalu përmes procedurat të kuvendit, po për mua është e çuditshme pse s'ka kalu në kuvend, po është vetëm një autorizim për kryetarit që kërkon realisht me ndryshu këtë pronë. Është bosh shkëmbim me pronat private, po që nuk guxon me shku pa procedura përmes kuvendit. Janë ligjet që përcaktojnë këtë punë, nuk është domosdoshmë kjo fonton dëshirash, po është ligje dhe përmes kësaj realisht janë shkel disa ligje. Është shkel ligji për menaxhimin, ligji për qeverisë lokale, Nene 12 dhe 17 është shkel ligje për pronën publike. Ne inkurajoj zotin Arsim Ademi, zamës ministrin tonë të respektuar, i cili nuk i bën detyrat e vetat ministrisë që i takojnë si sistem zhvillimor i arsimit në Kosovë. E inkurajoj me çun organe drejtësisë këto aspekte dhe këto fakte gjitha që ka. Vërtet, jo për mua, por në këtë rast për familjen, për familjen e cila natyrisht është e panvorën, jo tash po tash 30 vite, por që ushtron biznes ndarshëm dhe 100 punëtorë i bën familjet e tjera. Por unë po them kështu, ajo mbo tokat publike private. Ato pruna kanë qenë familjes tonë, dajallorët e kushëreve, ato nuk kanë pruna të Arsim Ademit, edhe ajo është ndërtuese edhe në Zvicër këto që mbi 30 vite, 35 vite. Kështu që e dinë gjithë se si punon, sa ndershëm punon me çfarë punon. Prandaj për këtë aspekt e ka huq krejt, është tendencioze, është nivel i këtij një zamës ministri. Jo, nuk është unë as ja kam huq as kur gjë, unë thash. Normalisht kishin shumë në rregull nëse këtë prona ishin shkëmby në mënyrë të rregullt që shkon përmes. Mirë, kur e ke kuptuar që janë shkëmbyer në mënyrë të rregullt? Jo, nuk ka vendim të kuvendit për me u shkëmby këtë pronë, se ka raste kur për shkak të nevojave, qoftë komunës, në këtë rast qoftë bëhet shkëmbim. Ajo pjesë veç ndrohet veni parcelës edhe ajo pjesë është në rregull, po ajo duhet me shku përmes kuvendit, jo. Mira, i ke qenë në MAPL apo dikon në Ministri të Ambientit? Unë tash fundi e kom kuptu këto, nuk është që kom pas kohë me, tash fundi e kom kuptu këto,